Akuz, hetim për dorëheqje rasti i Benet Becit dhe kriza e përgjegjshmërisë politike në Shkodër. Në një shtet që pretendon të ecë drejt standardeve europiane të qeverisjes, llogaridhënia politike nuk është luks moral, por detyrim institucional. Megjithatë, realiteti shqiptar vazhdon të prodhojë paradokse të rënda demokratike, ku zyrtarë të lartë vendor mbeten në detyrë, edhe kur ndaj tyre rëndojnë akuza publike dhe hetime nga organet më të larta të drejtësisë. Një prej këtyre rasteve është ai i Benet Beci, aktualisht në krye të Bashkia Shkodër, i cili pavarësisht faktit se është nën hetim nga SPAK, vijon të ushtrojë kompetenca të plota mbi kapitalin ekonomik, financiar dhe administrativ të një prej qyteteve më të rëndësishme të Shqipërisë. Një pyetje thelbësore për shtetin e së drejtës. Si është e mundur që një funksionar i lartë vendor, i akuzuar publikisht dhe objekt hetimi nga prokuroria e posaçme, të mos ndjejë asnjë detyrim moral apo politik për të tërhequr përkohësisht nga detyra deri në zbardhjen e plotë të çështjes? Kjo pyetje nuk është personale, është institucionale, është demokratike, është themelore për besimin publik. Presumimi i pafajësisë, imunitet politik. Është e nevojshme të sqarohet qartë. Hetimi nuk është dënim. Akuzat nuk janë vendim gjykate. Dhe çdo qytetar gëzon prezumimin e pafajësisë. Por në demokracitë funksionale, prezumimi i pafajësisë nuk barazohet me të drejtën për të ushtruar pushtet pa kufi. Në vendet me standarde europiane, zyrtari hetohet tërhiqet përkohësisht, jo për të shpallur fajtor, por për të mbrojtur institucionin, jo veten. Në Shqipëri, përkundrazi, shohim të kundërtën. Institucioni përdoret si mburojë personale. Pushteti shndërrohet në stre, ndërsa qytetarëve u kërkohet të presin drejtësinë. Kapitali ekonomik i Shkodrës nën hije dyshimi. Bashkia Shkodër nuk është një zyrë formale. Ajo administron miliona euro fonde publike, prona, tender dhe investime, interesa ekonomike afatgjata të qytetit. Të lejosh që ky kapital të mbetet në drejtimin e një figure në hetim për korrupsion nuk është thjesht problem etik, është rrezik institucional. Edhe nëse hetimi përfundon pa përgjegjësi penale, dëmi i besimit publik tashmë është bërë. Dinjiteti politik, koncept i zhdukur? Në shumë demokraci perëndimore, dorëheqja nuk shihet si pranim faji, por si akt përgjegjësie dhe respekt ndaj qytetarëve. Në Shqipëri, për fat të keq, dorëheqja shihet si dobësi, përgjegjësia si kërcënim, ndërsa pushteti si pronë personale. Kjo mungesë dinjiteti politik është arsyeja pse skandalet përsëriten, drejtësia vonohet dhe qytetarët humbin besimin. Integrimi europian, fjalë e madhe, standarde të vogla. Nuk mund të flitet seriozisht për afrimin me Bashkimin Evropian kur zyrtarët e hetuar mbahen në poste kyçe. Përgjegjësia politike mungon, dhe shteti reagon vetëm nën presion. Europa nuk kërkon perfekcion, kërkon standarde minimale, transparencë, ndarje pushtetesh, etik publike. Me këtë ritëm, as sot, as nesër, Shqipëria nuk do të jetë afër standardeve europiane, pavarësisht retorikës politike. Përfundim, ç'është institucioni, jo individi. Ky nuk është një sulm personal, është një kritik institucionale, ku një kryebashkiak nën hetim nuk tërhiqet, nuk reflekton, nuk jep llogari publike. Problemi nuk është vetëm ai individ. Problemi është sistemi që e normalizon këtë sjellje. Nëse drejtësia duhet të bëjë punën e saj pa presion, atëherë politika duhet të bëjë hapin e parë. Sepse në fund pushteti nuk është mburojë, nuk është pronë, nuk është privilegj, është besim i përkohshëm i qytetarëve.